Ne do ndalemi sot pikërisht tek arsimin e Elbasan, tek Universiteti Aleksandër Xhuvani, përpara pak sfidat që universiteti ka me kalimin e brezave, dhe do të kemi Elvira Fetaun, e cila është rektore e këtij universiteti në komunikim të drejtë për drejtë. Dua t'i uroj mirëseardhjen, mirëmëngjes Elvira, mirë se vjen Radio Televizionit Shqiptar. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, mirë se u gjej të gjithëve. Dhe pikërisht ndalemi pak tek Universiteti Aleksandër Xhuvani, si një nga institucionet më të vjetra në vend. Si ja ka dalë ti përballoj sfidat me kalimin e kohës dhe ndrimin e brezave, cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha, Elvira? Universiteti i Elbasanit, siç edhe ju e thatë, ka një traditë të vyer në fushën e arsimit me një kontribut që daton prej dekadash në formimin e brezave të rinj dhe sidomos të atyre në arsim. Megjithatë, me kalimin e viteve dhe ndryshimin e sfidave në treg, universiteti padyshim ka diversifikuar ofertën e tij akademike në mënyrë që të përballet me këto sfida, por dhe padyshim t'i ofrojë të rinjve programe studimi që janë në përputhje me tregun e punës, në përputhje me zhvillimet ekonomike në nivel lokal dhe në nivel kombëtar. Sot jemi një universitet i cili ofron një gamë të gjerë të programeve të studimit në të treja ciklet, në programi bachelor, master dhe doktorat, programe të larmishme, por gjithashtu për herë të parë këtë vit kemi dhe një risi, sepse Universiteti i Elbasanit do të ofrojë 8 programe në 5 fakultete në gjuhën angleze, duke nxitur kështu diversitetin kulturor në auditoret e këtij universiteti. E kuptoj, megjithatë, ajo që po kërkohet me forcë sot nga rektorët e universiteteve është në fakt rishikimi i ligjit 80/2015. Për çfarë flet ky ligj dhe pse po kërkohet rishikohet? Ligji i arsimit të lartë padyshim që në 10 vite, i cili po implementohet në sistemin e arsimit të lartë në Shqipëri, ka pasur aspektet e veta pozitive, ka funksionuar, por në këtë dekadë implementimi i tij ka nevojë të ndryshojë në disa aspekte, të cilat padyshim do të ndikojnë të gjithë ekosistemin në të cilat universitetet operojnë. Ky ndryshim vjen edhe si pasojë i ndryshimeve dhe sfidave të sotme që përball në tërësi shoqëria. Flasim këtu për sfidat dhe ndryshimet demografike, flasim për pritshmëritë në ndryshim të rinjve dhe sidomos të studentëve, flasim për kërkesa për ndryshime në programe më të specializuara, më të lidhura me tregun e punës, gjithashtu dhe më të ndërkombëtarizuara. Kështu që në këtë aspekt, rishikimi i ligjit të arsimit të lartë do ta lehtësonte krijimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, zhvillimin e programeve të dyfishta në institucionet e arsimit të lartë në përputhje të plotë me standardet e cilësisë së hapësirës evropiane të arsimit të lartë. Kështu që mendoj që edhe për universitetin ton, ndryshimet të këtij ligji do të ishin një hap kyç për të ofruar një ofertë akademike më konkurruese. Presim pak çaste derisa të riparojmë lidhjen e drejt për drejt me Elvirën. Ne jemi duke folur pikërisht për Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan dhe për sfidat e këtij universiteti me kalimin e brezave, me kalimin e viteve. Jemi duke folur pak edhe për të gjitha risitë edhe degët të cilat ofron për studentët ky universitet. Ajo që ka është me rëndësi është për të parë dhe për të kuptuar se si është përballur me sfidat e ndryshme, kryesisht me zhvendosjen e popullsisë dhe me emigracionin. Një nga pyetjet e radhës të cilat dua t'i drejtoj Elvirës është ajo për cilën flitet për studentët. Fakti që e kemi në komunikim të drejtë për drejtë. Okej, Elvira, e rikthejmë bisedën edhe një herë ku ishim, në mënyrë që unë të drejtoj edhe pyetjen e radhës. Po thoje për sa i përket ligjit të ri për arsimin? Po thoja që të gjitha këto dinamika të shoqëruara me kërkesat e të rinjve, por edhe të tregut të punës, të gjitha ndryshimet që unë përmenda, padyshim që ka nevojë që të shoqërohen me një kuadër ligjor të azhurnuar në mënyrë që të përballen
apo të plotësojnë nevoja që vinë si rezultat i këtyre ndryshimeve. Pra, zhvillimet e shpejta sociale, ekonomike, politike, tregojnë nga ana tjetër që universitetet duhet të jenë edhe më të forta, edhe më autonome, më pak burokratike, përballë ndryshimeve të mjedisit të jashtëm. Në këtë aspekt, rishikimi dhe rimodelimi i ligjit të arsimit lartë do ta lehtësonte zhvillimin e universiteteve rajonale dhe do t'i ndihmonte ato të lidhen me tregun e punës. Mendoj se ky është një hap i rëndësishëm për ta bërë arsimin më fleksibël, më modern, por edhe më të dobishëm për të rinjt në nivel kombëtar edhe në nivel rajonal. Ama e vërteta është që emigrimi dhe zhvendosja e popullsisë, po thoja pak më herët, të paktën në 30 vitet e fundit ka qenë një nga plagët e kësaj shoqërie dhe besoj që edhe universiteti juaj e ka ndjerë. Shqipëria është vend me sipërfaqe të vogël, ju keni pranë Universitetin e Tiranës, të Korçës, të Durrësit, kështu që studentët e zonave atje përreth kanë pasur mundësira ku të lëvizin edhe ku t'i zhvendosin, le të themi, prirjet e tyre. Si jeni ndjerë përballë kësaj vështirësie, këtij fakti, numrit që vjen në rënje studentëve? Përgjatë veprimtarisë tonë institucionale, ndërkombëtarizimi ka qenë një shtyllë e rëndësishme dhe një nga prioritetet e planit tonë strategjik të zhvillimit të universitetit. Strategjia jonë synon që të ofrojë një mjedis akademik modern në përputhje me standardet kombëtare dhe europiane, që u mundëson studentëve të zhvillojnë aftësi dhe dije që kërkojnë nga tregu i punës. Siç unë e përmenda, një hap i rëndësishëm ka qenë zhvillimi i programeve në gjuhën angleze, duke bërë të mundur që të rrisë atraktivitetin e institucionit dhe duke nxitur diversitetin akademik dhe kulturor. Ky orientim vjen edhe për faktin se bazuar në të dhënat që ne disponojmë, Universiteti i Elbasanit njihet në një numër të konsiderueshëm vendesh të botës, çka dëshmon në cilësinë dhe besueshmërinë e formimit tonë akademik. Njëkohësisht, statistikat tregojnë që studentët e Universitetit të Elbasanit kanë një përqindje të lartë të punësimit në sektorin publik dhe privat. Do të thotë që formimi akademik dhe profesional i këtij institucioni u mundson studentëve që të konkurojnë suksesshëm në tregun e punës, brenda dhe jashtë vendit, pa qenë të detyruar të largohen për të siguruar një diplomë ndërkombëtarisht. Në nivelin kombëtar, po është e vërtet, afërsia jonë me Tiranën është një avantazh, sepse të jetosh dhe të studiosh në Elbasan ka kosto shumë të ulta jetese, ka mundësi të shumta akomodimi, ka mundësi të shumta integrimi nga pikpamja sociale, por edhe punësimit të rinjve, duke mundësuar programe trajnimi dhe punësimi në bashkëpunim edhe me qeverisjen vendore, kështu që të gjitha këto aspekte ne i shohim si pika të forta të këtij institucioni për të ofruar programe jo vetëm në konkurrueshmëri, por edhe programe të cilat për studentët kanë disa aspekte të tjera pozitive të cilat duhet marrën konsiderat. Kështu që... Elvira, më lejo të pyes, për sa i përket degëve të cilat mund të jenë mbyllur edhe në Universitetin e Elbasanit, sepse kemi folur me rektor të shumë universiteteve rajonale dhe e kanë shfaqur këtë, le të themi, fenomen si shqetësim. Tek ju ka pasur degë të cilat janë mbyllur, cilat kanë qenë ato? Unë e thash që ndryshimet e dinamikave të mjedisit, pa dyshim që disa degë i nxjerrin jashtë funksionit për shkak se dhe jemi dëshmitar të ndryshimit të preferencave në nivel të profesioneve që të rinj zgjedhin të bëjnë. Çdo gjë e udhëheq tregu i punës. Kështu që për sa kohë një pjesë të profesioneve nuk janë më atraktiv për tregun e punës, është e natyrshme që të rinjt mos preferojnë në këto profesione. Ato degë të cilët për momentin janë të pezulluara në Universitetin e Elbasanit,
janë degë të cilat kanë bërë një cikël në këtë universitet, të mjaftueshëm kohor do të thoja. Për cilat po flasim konkretisht? Unë nuk kam një databazë eksplicite të degëve të pezulluara, por degët për të cilat diskutohen gjërësisht, të cilat rrezikojnë ose ka një numër të pak të studentëve, janë degët e mësuesisë, por që në universitetin ton janë të gjitha të hapura. Madje këtë vit kemi pasur një zhvillim interesant në degën e matematik fizikës, ku kemi pasur një rritje të numrit të studentëve, e cila besoj vjen edhe si rezultat i ofertës tonë akademike, larmishmërisë aktiviteteve të cilave ne i ofrojmë studentëve, rritjen e angazhimit të studentëve në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, pra kemi plot mobilitet Erasmus dhe përfshirje të studentëve në formën e trajnimit në projekte ndërkombëtare që ne zbatojmë, ofrimin e mbështetjeve financiare të cilën universiteti e bën me suportin e grantit që vjen nga qeveria, apo bursave që japin për programet prioritare. Kështu që ka një sër faktorë që kanë nxitur rritjen e frekuentimit apo regjistrimeve në viteve të para në këtë degë. Këto janë pak a shumë dinamikat për sa i përket programeve. Diçka e tillë, pra duke i marrë të gjitha këto vështirësi bashkë, ju bëjnë që të profilizoheni në disa degë të tjera, çfarë dua të them, që studentët kur të mendojnë për Universitetin e Elbasanit thonë të shkojmë atje sepse kanë disa degë specifike të profilizuara nga ku mund të marrin më shumë se sa në universitetet tjera. Eksperienca europiane ka treguar që ti mund të jesh një universitet i diversifikuar nga pikpamja akademike, por padyshim të dallosh në disa degë të caktuara për shkak të historisë, për shkak të burimeve që ke si institucion për të ofruar ekselencë në disa degë të caktuara. Kështu që edhe në rastin ton, pasi të bëhet një analizë e mirë e gjithë programeve që ne ofrojmë, duke pasur në konsiderat të gjithë historinë për cilin e jemi krenar, duke pasur në konsiderat dhe zhvillimet ekonomike, lokale dhe gjithë dinamikat që ka qyteti Elbasanit, i cili me thënë të drejtën ka zhvillime interesante për sa i përket infrastrukturës dhe zhvillimeve ekonomike, nuk e përjashtoj mundësinë që ky universitet të dallojë për disa degë, dhe të ketë ekselencë në ofrimin disa degëve, por të jetë edhe i hapur për të ofruar. Kemi një shkëputje të vogël me Elvirën, jemi në komunikim të drejt për drejt me Elbasanin dhe Universitetin Aleksandër Xhuvani. Elvira, të dëgjoj shumë mirë. Pra po thoja që universiteti është shumë i hapur që të ofroj të dalloj në ofrimin e disa degëve për shkak të historisë, për shkak të ekselencës, për shkak të zhvillimeve ekonomike rajonale, kur theksova që Elbasani në këtë aspekt si qytet, si qark, ka zhvillime të rëndësishme, të cilat ne presim padyshim që të reflektojnë në kërkesë dinamike të ndryshueshme në programet që ne ofertojmë. Më fole pak më herët për ndërkombëtarizimin në universiteteve rajonale, dhe konkretisht flasim pak për Elbasanin. Ç'marrëdhënie, si ka qenë bashkëpunimi juaj me universitetet e huaja, edhe në drejtim të dubël diplomave, pra çfarë raporti keni pasur? Kjo është një nga prioritetet e mia si rektore, e shoh si një aspekt shumë të rëndësishëm për ta zhvilluar institucionin. Ne punojmë çdo ditë dhe kemi rezultate të kënaqshme për sa i përket nënshkrimit të marrëveshjeve me institucione të huaja. Ka qenë një fokus i rëndësishëm në nënshkrimi i marrëveshjeve me institucione europiane dhe perëndimore. Tani më kemi dhe një interes në institucionet e arsimit lartë në Azi, kështu që shohim që vlera e këtyre bashkëpunimeve është një vlerë e shtuar për institucionin ton. Padyshim në marrëdhënie të tilla ne kemi gjithmonë çfarë të marrim dhe çfarë të japim. Në këtë aspekt, numri i marrëveshjeve në nivel ndërkombëtar është në rritje, jo vetëm me institucionet e arsimit lartë, por edhe me qendra kërkimore.
Këtë vit universiteti ka dyfishuar numrin e aplikimeve në projekte ndërkombëtare, që do të thotë niveli i bashkëpunimit në këtë aspekt sjell në një të ardhme pas formimit të një partneriteti midis nesh dhe institucioneve tuaja edhe një nivel më të lartë angazhimi, siç janë diplomat e dyfishta apo diplomat e përbashkëta. Jemi në pikën ku në universitet kemi të ngritur një grup ad hoc i cili në mënyrë të dedikuar bën një analizë të programeve të studimit të dyfishta që ne duam apo mund të hapim. Kemi hapur 8 programe në gjuhën angleze e cila na ridimensionon padyshim fort në nivel ndërkombëtar, kështu që të gjitha këto aspekte, nënshkrimi i marrëveshjeve, bashkëpunimi për projekte ndërkombëtare, sepse po thuaj në të gjitha projektet që ne aplikojmë, jemi pjesë e konsorciumeve ku janë antar universitete europiane, por dhe perspektiva e hapjes së diplomave në gjuhën angleze apo e diplomave të dyfishta e çon këtë universitet në një rrugtim ndërkombëtarizimi i cili realisht ka shumë vlerë për ngritjen e kapaciteteve, për shkëmbimin e eksperiencave, por thelbi janë studentët. Ja, këtu duhet të ndalem pak tek studentët edhe tek niveli i shkollave të mesme. Duhet të pyet pak, si e sheh nivelin e kontingjentit që po mbush auditorët e universitetit tuaj? Pra, çfarë të bën përshtypje për sa i përket formimit tyre, mënyrës se si po jepet, se si po ushtrohet arsimi në shkollat e mesme, ka diçka në drejtim të nivelit që të bën përshtypje? Shiko, unë mund të jap një gjykim personal, por dhe në nivelin e, dhe se si më vjen mua në zyrën time. Ai më duhet. Është shumë interesante pyetja që ju bëni, sepse unë vetëm para 2 ditësh pata kënaqësinë që në zyrën time të kisha Lorisin. Nuk e din nëse, okay. Pra pata kënaqësinë të kisha para 2 ditësh në zyrën time Loris Qosen. Provojmë të rilidhemi edhe një herë me Elvirën, është pak e vështirë për shkak të lidhjes së internetit. Megjithatë e kam edhe një herë tjetër Elvirën. Të dëgjoj shumë mirë Elvira. Po. Ndoshta do më duhet përgjigjja jote e përmbledhur në mënyrë që mos kemi më këto probleme teknike. Okej, është e vështirë pak për të lidhur me Elvirën në këto momente me Universitetin Aleksandër Xhuvani. Gjithsesi, kemi folur për problematikat dhe sfidat që ky universitet ka pasur për ndërkombëtarizimin e saj dhe procesin e bashkëpunimit me universitetet tjera. Ka qenë një lidhje drejt për drejt me Elvira Fetaun, e cila është rektore e Universitetit Aleksandër Xhuvani, megjithatë besoj që më të rëndësishmet i kemi marrë prej saj. Dua ta falenderoj për kohën dhe të ecim me rubrikën e radhës, të kalojmë në temën e horoskopit. Sot vjen Jorgo Pulla pas pak me zhvillime të rëndësishme për sa i përket fatit, shenjave tuaja. Qëndroni në Radio Televizionin Shqiptar.